Nderuar zoti Spahi, faleminderit për kohën për të qenë pjesë e emisionit Kampionat. Si e pekët largimin e simbolit të flamurit të Ushtrisë Zyrtare të Kosovës nga Errol Beni, atje ku zhvilluan ndeshja brëm mes Serbisë dhe Shqipërisë, ka pasur një reagim të ndin, në fakt e ke kërku, tash po përmendim me emrin Nasim Haradinaj që dalë ta mbrojë këtë flamur, apo edhe të organizatën e veteranëve të luftës. Si ka qenë situata? Po, në fakt, flamuri i luftës nuk duhet të përdoset. Ajo është përdosur mes Tiranës, edhe unë veç duhet t'ju kujtoj që gjyshi im në luftën për mbrojtjen e Novi Pazarit, vitin 1943, kur ai që ka mbajtur flamurin e luftës, barektari, është Po sukon luft ajo, po prof, sukon luft, stadium u konë. Ndeshje futbolli. Po akoma ma keq u të përdos flamuri, prandaj që sukon luft, nuk duhet flamuri luftës se ka venin stadion. Kjo është përdosjen, nuk e ka bon rallë të parë, nuk e ka bon polici që ka hjek, po ka bo qaj që ka shti aty. Ajo është keq përdorusi, sepse flamuri u qëkës e ka vendin muze, nuk e ka vendin as në stadion, as të presidenca, as të parlamenti ku e kanë qitë, prandaj unë për bëj ftesë organizatës veteranëve të luftës më shku me hjek për aty ku e kanë qitë. Se ka vendin aty. Se nestra, dikush mundet me ta përdos edhe ku metet ftyra. Babgjysh jam, thash, e ka morë plumin, e ka bojt 60 vjetë plumin nash për ato që s'kalon me ra flamurin tokë. Profesor. Nuk ban me lujt me simbolet që janë të shehta. Ai që ka lujt, janë ata që kanë shtinë stadion. Jo polici që e ka hjek, se ka pas për detyrë me hjek, sepse nuk e ka vendin një flamuri luftës në një ndeshje sportive. Thjesht, jo që se ka në ndeshjet sportive të Shqipërisë, pas të Kosovës. E dyta, jo flamuri që këtë, pas flamuri Kosovës nuk e ka vendin për lunç kombëtare e Shqipërisë. Po profesor, me shka me dolna, dolën pa flamur, të lujna. Qysh mja bona? Me flamur të Shqipënisë. Po qysh po thunë mja boti flamurin se ka venin, shenja UÇK-ja nuk e ka venin, ai se ka venin, kush jena na? A mundesh më kallëzu kush jena na? Na me shka kush na, cilla simbolik na përfaqëson neve? Po vish pak, prit pak. Po dhe kallëzona kush jena se na sinat e ditë. Kush jena na? A jena shqiptara, shka jena? Po ai se punë në sedent